Pikëspari, një drejtësi e vonuar është pa drejtësi. Kanë kaluar 3 vite prej kurar prej ndroj jetë nga fatkeqësia dhe nuk ka një të dënuar, nuk ka një person që ka vuajtur asnjë ditë dënim. Kjo është ajo që është pikëspari shqetësuese. Prokurorisë ju dashtën 2 vite e gjys për të filluar procedurën. Kjo është ajo ku buron revoltim. Unë nuk dua hakmarrje, secili kemi një moment kur do ndrojmë jetë dhe secili do kemi një arsye sebeb të them në gjuhën e popullit për të ndruar jetë, por unë mendoj që jeta e njeriut duhet të ketë vlerë më të madhe dhe të respektohet më shumë në vendin tonë, dhe vetëm 7 muaj me të drejtë ankese që i bie të lirohet me kusht të mos e shkoj fare në burg një person i cili nga neglizhenca ka ndruar jetë nga sulmi i tij, por edhe një person tjetër është lënduar. Mendoj që është ofenduesa, dhe me vetë faktin që dhe vetë kodi penal për këtë vepër penale parashe minimum 1 deri në 5 vite. Kështu që kjo është një drejtësi. Unë nuk doja të paraqitem si zëvendës ministre, doja të solidarizohem me të gjithë ato raste tjera, gjithë ato njerëz tjerë që vuajnë nga sistemi gjyqësor dhe nga rastet të cilat nuk janë zgjidhur ende. Unë jam një ndër to dhe atë pres konferencë mbajta thjesht si një qytetare për të treguar se jo, nuk duhet politika dhe gjyqësorit të përzihen. Kështu që unë tani kam duart të lidhura, unë nuk kam të drejtë ankese, të drejtën e ankesës e ka prokuroria, sipas detyrës zyrtare, dhe unë shpresoj, nuk dua t'i humb shpresat, kam shpresat tek prokuroria dhe uroj dhe besoj fort që do ketë ankesë për vendimin e